Koncerti Motiv i Alban Skënderajt ka mbledhur plot 100.000 persona e më shumë në koncertin e tij me 4 net të organizuara në zemër të Prishtinës. Suksesi i Albanit vazhdon të jetë në maje përkundras disa artistëve të tjerë që shpesh harrohen. Ai mbledh jo vetëm njerëz nga Shqipëria, Kosova, por edhe nga shumë shtete, siç ka qenë edhe koncerti i tij i parafundit në Itali, pikërisht në Milano, ku po ashtu edhe aty tregoi një tjetër sukses, duke mbledhur edhe Italinë me vete në një koncert të tij. Nga Albani tek një tjetër lajm i showbizit, i cili së fundmi ka bërë bujen ton tek artistët, jo por tek moderatorët dhe prezantueset tona shqiptare. Së fundmi është konfirmuar se Arlena Ora do të jetë prezantuesja dhe moderatorja e festivalit të këngës të edicionit 64. E para se të konfirmoheshin zërat për Arlena Orën, kishte zëra të ndryshëm se Arbana Osmani ka dërguar CV dhe dosje të saj për të prezantuar këtë vit festivalin, por duket se rruga mori një kahje tjetër dhe Arlena Ora zëri vendin e Arbanës këtë radhë. Suksese Arlenës!